Gjykata kushtetuese ka anuluar vendimin e Këshillit Komunal të Tetovës të vitit 2007, me të cilin u ndëruan rrugët e qytetit. Pas këtij vendimi ka reaguar BDI-ja, e cila vlerëson se po vazhdon sulmi ndaj çdo vlere shqiptare dhe ndaj realitetit të ndërtuar pas marrëveshjes së Ohrit. Ish-Partia në pushtet vlerëson se ky është skandal dhe provokimi drejt për drejt ndaj bashkëtesës, barazisë dhe themeleve të shtetit të ndërtuara pas vitit 2001. Udhëheqësia aktuale e komunës së Tetovës, e cila dikur premtonte se do t'i ndryshonte edhe emrat e tjerë të rrugëve, u tregua e paaftë edhe për të mbrojtur atë që e kishte trashëguar si vendim institucional nga koha kur BDI udhëheqte komunën. Këtu nuk bëhet fjalë për vendim juridik, ky është mesazh politik dhe sulmi drejt për drejt ndaj çdo gjëje që nderon historinë tonë, sakrificën tonë dhe pozitën tonë si komb shtetformues. BDI vlerëson se autorët dhe porositësit e kësaj fryme janë të njëjtit që publikisht proklamonin se Maqedoninë do t'u akthejnë maqedonasve. Ka reaguar edhe nënkryetari i komunës së Tetovës, Albi Qamili, duke thënë se kjo është edhe një punë gjysmake e BDI-s, pjesë e, sipas tij, tangos BDI Gjykatë Kushtetuese. Tandemi BDI Gjykata Kushtetuese vazhdojnë tentativat për ta goditur Vlenin, duke i goditur shqiptarët, po shfuqizojnë një vendim që nuk është implementuar asnjëherë. Nuk ka dyshim se kjo përbërje Gjykatës Kushtetuese dihen një detyrim ndaj shumicës së mëparshme qeverisës që i zgjodhi ata dhe sjell vendime për të ndihmuar politikisht BDI-n. Mjafton të shohim se kush i gëzohet vendimit skandalos të kësaj përbërje të Gjykatës Kushtetuese. Qamili deklaroi se këtë vendim skandalos e bazojnë te procedurat që BDI-ja nuk e respektoi dhe si rrjedhoi ato emra asnjëherë nuk u bën të plot fuqishme. Ne kemi paraprik kësaj, prandaj ka një komision për riemërtimin e rrugëve në Tetovë, i cili po punon intensivisht dhe së shpejti do ta miratojë zgjidhje gjithë përfshirëse dhe të qëndrueshme, e cila reflekton realitetin shoqëror të Tetovës, ka shkruar Qamili.